Mario Mita i luajti titullar dje ndërsa Al Ittihad ishte përballë Al Nassr. Ndeshja e vlefshme për fazën e 1/8 në kupë është me eliminim direkt, ndërsa pjesa parë u mbyll me avantazhin 1-2 të Al Ittihadit. Mita i dha asistin magjik për Aouar në minutën e 2 të shtesë të pjesës së parë. Ky i fundit bëri gjithçka mirë për të kthyer ekipin e tij në avantazh. Mbrojtësi kombëtares ka fituar besimin e trajnerit të ri Sergio Conceição. Për të është ndeshja e tretë radhës që e nisi si titular, dhe dje ndaj ekipit të Cristiano Ronaldos kishte vetëm një objektiv: fitore.